10 libra të botuar nga shtëpi botuese shqiptare në Tiranë janë piratuar në Maqedoninë e Veriut, bler nga komuna e Tetovës dhe shpërndar nëpër librari e biblioteka, duke shënuar një shkelje të rëndë të drejtës së autorit. Shqetësimi u bë publik nga botuesi Onufrit Bujar Hudhri, i cili ka denoncuar edhe në autoritetet e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut vjedhjen e librave të Ismail Kadares dhe autorëve të tjerë shqiptar apo të huaj të përkthyer në gjuhën shqipe. Librat, pronësia e të cilëve u takon shtëpive botuese shqiptare, skanohen, printohen dhe shiten jashtë vendit, duke dëmtuar jo vetëm financiarisht, por edhe moralisht botuesit shqiptar. Vetë shteti, vetë kryetari i komunës blen një mall të vjedhur, që janë librat e gjithë botuesve shqiptar. 5450 libra. I demonstroi, u mbur, pikërisht ky kryetar i komunës, e ftoi Ismail Kadaren, i dhan titullin qytetar nderi, dhe pikërisht ky kryetar i komunës vjedh librat e Ismail Kadares. Në konferencë ishte i pranishëm edhe Petri Tymeri, i cili në emër të shoqatës së botuesve shqiptar bëri me dije shtrirjen e problematikës dhe kërkesat për shtetin shqiptar, i cili, duke mos hequr doganën për librat, e bën të vështirë shkëmbimin me shtetet me banor shqipfolës. Ne duam në ndryrën e shtetit shqiptar. Shteti ka një forcë tjetër, ka një mundësi tjetër më shumë, po ndihmon në proces shumë të rëndësishëm, që është kultura, pasurimi kulturor. Nëse shteti i dhimbset kultura kombëtare, le të lëviz, të sensibilizojmë dhe të dini se në çfarë kushtesh të vështira janë botimet shqiptare. Ka një problem këtu të madh, që ne e dëmton tërë të procesin. Që ne kemi me dogan, me vetmit vende ku Shqipëria librin e ka me dogan, janë 3 vende shqiptare. Me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut dhe Maqedoninë. Me gjithë Europën nuk ka dogan libri, zero. Me taksat shqetësuese mbi librin, uljen e numrit të lexuesve, uljen e numrit të kopjeve të shitura, mungesën e financimeve dhe të politikave mbi librin, problematika të kësaj natyre dëmtojnë më së tepërmi shoqërinë e së nesërmes dhe marrëdhëniet e saj me librin e dijen se sa botuesit.